Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Më mbrëma shikues të dashur, faleminderit shumë që jemi bashkë edhe sonte në përtej tregimit. Do të flasim për komunën e Malishevës, për luftën, për të pagjeturit, për viktimat cilat janë shkaktuar nga serbi në këtë komunë, e që i përcjell çdo ditë, çdo datë, çdo herë kur ata kanë përfituar të tyre. Do të flasim për një shoqatë e cila është krijuar pikërisht për identifikimin, për të ndihmuar familjarëve që të gjejnë të pagjeturit. Ajo është Kujtesa dhe kryetarin e kësaj shoqate kam sot të ftuar në përtej tregimin, i cili ka ardhur nga komuna e Malishevës. Hysen Kryeziu është zotriu i cili do të na flasë shumë për angazhimin e tij dhe shoqatës së tij për të pagjeturit. Ai ka qenë edhe i burgosur politik, i ushtari, ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, edhe mësimdhënës dhe jo vetëm. Mirë se erdhe, zotri Kryeziu. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që ka ardhur sot dhe ndihemi e privilegjuar ku kem persona të cilët kush më së miri na tregon realitetin për vetëm ata që merren drejt për së drejtë me problemet, me shqetësimet e Malishevës, e banorëve të asaj pjese. Jeni ju ai i cili që nga viti 2004 jeni marrë me angazhimin për të identifikuar, për të gjetur të zhdukurit në luftën e fundit Kosovë. Po, e vërtet është, faleminderit për ftesën më njëherë. Përshëndes ju e gjithë teleshikuesit e televizionit juaj. Kam kënaqësinë të rrëfej aktivitetin tim që bajnë një vazhdimsi, s'pe thëmë nga periudha pas luftës, por edhe para luftës që nga vitet 80-ta, kështu familjarisht kem qenë kyçur në aktivitetet ndryshme adhetare, por si rrjedhoj e saj, ne si pasujet tyri kem qenë edhe të burgosur politik gjatë vitet 80-ta, të kesh trajtuar familjarisht dhe lindi ajo ideja e shtjerimit vendit u kyçem me baza vullnetare, patriotike të marra instruksionin çdo herë edhe nga prindërit duke na treguar për vujtjet e tyre me shekuj, me gjeneratat e tjera dhe aty çka mundem të e dham kontributin tonë, po me njerë pas luftë, pasi është tema për të zhdukurit, për të pagjeturit, po e dalë aty që nga pas luftar të vitit 1999, me njerë i e morën me këto raste dhe kemi pas shumë raste të zhvarrimit me mënyrë jo profesionale, jo adekuate kështu me ADN-n, por me metodat vjetra, me identifikimin në bazë rrobave ose në bazë aty ku i nrujt, bane dukja e kufomave, por zyrtarisht jemi të formuar që nga viti 1900, që nga 2004. Zyrtarisht të regjistruar si shoqatë familjare për persona të zhdukur dhe viktimat civile, Kujtesa në Malishevë. Ditëve të fundit keni pasur punë, sa i përket punë, them, ju keni pasur punë gjithë, por angazhim më të madh rreth identifikimit të disa personave që janë bërë. Tash i ka pasur edhe fëmina të në Aduro Papajozu të Kryeziu. Si ndodhi si ardhë deri te kjo? Qysh mund të marrë deri te kjo ma realisht? Unë i kisha para prin kësaj pyetjes tuaj se në komunën tonë, filmas luftë kanë qenë 85 persona të pagjetur, të zhdukur. Po. Gradualisht, vit pas viti, janë identifikuar ndikon 46, edhe pjesa tjetër ka mbetur pa u gjetë dhe tash kohën e fundit para zyrtarisht dje i morëm konfirmime për 3 raste të identifikuara të zhdukur në Kralan. Është fjala për mentor Malish Kryeziu, Sabedin Kadri Kryeziu, veçanit mentorin nga Bubaveci dhe Vebi Halilaj nga Lapqiva. Këto 3 raste janë rasti rrëmbimit me dhunë apo të zhdukur me dhunë në rastin e Kralanit, që aty janë marrë përmi 90 persona, edhe po në atë vendi i gjetjes së këtyre mbetjeve mbartuare është mbi shtazhin të komunës e Gjakovës, me njerë pas luftë. Dhe kryqikues ndërkombëtar i ka tubu ato mbetje mbartuare dhe i kanë vendosur në një vend afër Gjakovës në Bërkoc. Dhe para 2 vite vjen zhvarros edhe një herë ata trupa dhe i kanë prunë në mjekësinë ligjore për identifikim. Edhe rezulton që në komunën e Klindës dalin 8 persona të
pagjetur, identifikuan, këtë rastin në fundit, dhe 3 raste janë nga Malisheva, 1 rast është nga Rahoveqi dhe 1 nga komuna Skënderajt. Edhe tash jemi në organizim, jemi në përgatitje të rasteve për rivarrimin e këtyre trupave. Gjatë gjithë kësaj kohe prej luftës së tutje, personat cilët i përmendit sa raste kanë qenë të zhdukur, mandej edhe identifikimi zoti Kryezi kur është bërë, ka qenë shumë e dhëmshme për familjarët sepse disa herë janë zhvarrosur kufumat. Apo jo, për shkak të mos kompletimit të eshtrave e dyshimeve që kanë ndodhur. Sa ka qenë e dhëmshme kjo, me siguri që shumë e dhëmshme ka qenë për secilin nga ata. Varrimi është për jetë me siguri pjesa më e butë nga ajo vdekje, por madje rivarrimi është problem tjetër. E di që shumë anëtarë kanë thënë familjes që është dhimbje e dyfesh në momentin kur zhvarrosen kufumat. Është pyetje me vend kjo, këtë breng e kanë edhe familjarët, kur po bëhen identifikimet ose dorëzimi i trupave, vinë pjesërisht. Edhe aty me njerë po lind dyshimi, pse s'është komplet trupi. Ose kanë dilema rreth identitetit, a është personi i duhur që këtu ka gjithmonë pak me rezerve presin familjarët. Kemi raste që janë identifiku, janë gjetë pjesërisht pjesë trupit, po ndërkohë pas një kohe kanë gjetë pjesa tjetër, i të njëjti trup dhe ju kanë bashku. Nuk hezitojmë t'i bindim familjarët që sot më mirë është sot gjendet një jashtë dhe t'i kaloj ai ankthi i pritjes. Se kaluan 26 vite, çdo herë me anda të jetu, çdo herë me vezvesin gjumin si gjëmë se ka bëu familjarët, sidomos prind. Rasti i fundit, unë për çdo rast jam i di, unë kam kujtime të ndryshme, por Maliç Kryziev, sikur ju ka marrë dhunshëm djalin nga dora, edhe prindja edhe nona gjithashtu ka qenë aty. Jemi mishnu tash me këtë problematikë dhe e di problematikën e çdo familjarit. Do të thotë, kjo është një pyetje që edhe e ka një dilemë familjarët tek identiteti, a është i saktë, por një mënyre me njëherë fillon të ulet ai pretensioni, ai pritja e ankthi që i ka pas me dekoda. Shumë vërtet. Me shpresë çdo herë që edhe pjesë tjera nëse i mungojnë atij trupit, i bashkohen atij të paktën familjarit, ta dinë ku çmallet me një fotografi, me një lule të freskët, të shkoj të kujtoj datën e të mirë që ka nda nga familja. A ka pas raste nga anëtarët e familjes që kanë vazhduar me jetu me shpresën që mos dikon janë gjallë anëtarët? Fillimisht vite u fjala për pas luftës, për mbi 80% kanë pas besimin që do të gjenden dhe janë gjallë dikon. Po gradualisht ishte ai farmendimi u ndrua dhe është e dhëmshme këto që du me dhonë një rast, një insert, ja vlen ndashta për publikun, ka plot njerëz të cilët përfitues nuk zgjedh forma mënyra, kanë shku tek familjarët, pikërisht e kam një rast në fshatin Llapçev, ku janë shku tek familja që e ka personin zhdukun. Edhe i thot, unë erdha, u lirova nga burgu i Nishit. Edhe vllai juaj, burri juaj, prindi juaj, është gjallë, jam kanë me to kam qenë në një dhomë i përgusëm. Edhe tash nga kurrëshe për të mirë, i kanë besu ati trillimet, saj gjenjeshte, i kanë dhënë bakshishe, dikush një zinxhir, dikush një unoz, pare kesh, vetëm për atë hjeriq që e ka dhënën si hjeriq të mirë që gjoj që është gjallë. Edhe e kanë përqill me makinë deri në Prizren, i ka thonë që i kam dhe do familje tjere me i lajmërut në gjajshëm, por i thonë se qysh ke dalti? Thotë unë e kam dhënë mjete, familja ka dhënë pore. Kanë shtinë në zezën, edhe mua më kanë nxjerrë natën, jam liru, edhe këtë formë muni me nxjerrë dhe ju. Nuk për të cek emrin e përherë familjes e të opinionit, para si dijet, edhe
bëni thotë edhe ju, këtë formë duhet 12.000 marka ka qenë atëherë. Edhe i kanë të bu familjarët. Në përmeq shokë gjithë i kanë të bu vendin kumë. Porët nuk e kanë thonë, vendin e kanë lëtë caktu më kumë, dhe kime marën, i merë vlaun, porët ipën, paraprakisht, edhe kime pa ti kur dalin për i makinës. Tani aty pak kanë nisë ato dilemat me linësis mund tjetë edhe gënjeshtër, mund tjetë kjo trillim. Edhe ashtu duli. Këtu i në botë 3 kjerë. Personi që ka pos mjetët ka qenë në mes. Një kjerë mrapa, para një mrapa i kanë përcjellë to, mos në i farë kidnapimi, apo në i farë pritet i shka dhe më pleçkit. Kur shkon në vendin e duhur, ku është lo takimi, ata kanë po kjerë, po si kanë njoftë kush. Edhe kur të shprej thamë ato, se nuk e di, se jam autori në gjarë, s'kam qenë, por pas rëfime të familjarëve, kemi nejtë për mi 4-5 orë aty, kemi prit. Edhe si duket ai ka pa 3 makina aty edhe nuk i ka besu asaj që të shkoj. E këto familjarët patën fillu të besohet që kanë gjallë. Patën fillu me ja para, do të tolla, të majme. Me shpresën që kanë me identifiku, kanë me gjithë personin humbur. Dhe kemi familjarët që kanë folë në telefon, gjoja që kanë folë në telefon. Është paraqit në telefon, një grua, e cila kështë e burën të zhdukur, ka folë vetëm 2-3 fjallë. Si je vojza si është, familja si janë baba, nona. Krejtë shkurt edhe ka mbyllë telefonin. Kemi dhe kësa raste. Kemi raste tjera, sidomos në komunën e Klinës, që ka qenë pak më e përhapur, që familja nuk ka dashur me besu absolut, që janë zhdukur edhe nuk do të gjinin kur, apo do të gjinin në formë që nuk e dëshirën familja. Edhe ata patën besu, edhe pse ka qenë pozita, kanë qenë njerëz të ngritur edhe, po edhe ata e kanë hupat besim dhe mo shpresë po thuaj se janë shujt edhe mendimi të ashtu ndryshe ai realiteti. I hidhur por që duhet. Por që s'kemi qara për pranu apo jo. Po shumë edhe shumë zoti Kryesiu me përfitu njerëzit nga këto situata dhe me i gënyu njerëzit kështu ande këto telefonatat që i kanë kriju shpresat pa fund me janë shumë të dëmshme apo jo. Mos shprej kështu bokvalisht në gjuhën katonore që i pa ftyrë nuk ka. Nuk zgjedh forma mënyra. Për me u pasuru në atë formë, në atë mënyrë, në gjakun e derdhën për liri, gjithçka mund të jetë vetëm shqiptaria. Pikërisht. Sepse dhimbja mandej veç shkon në shtohet, shpresa ku të krijohet e fejet. Mandej pikërisht për këto unë shumë i bashkë ndjej këto raste sepse më ka rënë shumë që të jemi në diskutime të shumta me familjarët pa gjeturve, me ish ushtarë të SHK-s, shumë çka tjetër. Kjo nuk përfundon sot, kjo është që vazhdon edhe të rrugton me secilin prej anëtarëve të familjes gjithë jetën. Edhe shumë e dhëmshme. Edhe e di që nga koha kur jeni marrë prej kohës kur e keni krijuar shoqatën, e di që edhe ju i bashkëndjeni gjitha këto raste, sepse është e pamundshme me rrugtu me dikën pa i bashkëndje problemet apo jo. I ndjej sepse familja ime i ka ndje derisa unë isha i kidnapuar gjatë luftës. Kam qenë rast që jam dhe në listën e personat të zhdukur, po është bën një gabim teknik aty kur është vuja emri im aty. Shpjego më çfarë. Është në luftën e dytë botërore. Më ka qenë në listën e luftës së dytë botërore. Emrin mbi emrin do ta lindi gjetë, por viti i zhdukjes është bë gabim. Do të thotë unë e kam gjetë, jo që ja kam ditë unë, por kryqi ndërkombëtar sepse na kemi bashkëpunim me organizata tjera vendore ndërkombëtare. Dhe ata më kanë shpjeguar që edhe të jenë listë, por ja kanë gjetë listën, ja kam gjetë edhe unë aty, se unë jam rëmby edhe unë edhe unë shumë me 4 shtator vitit 1998. Ku ishit atër? Në Panërës, një fshat. Ishë djeli gjë në fshati komuna Maliqeu në përgjithësi edhe asë gjë nuk ishte më në vendin vetë. Lëvizjet ishën pa kontrolluara edhe ashtu kemi ra një prit na u formu fatkeqësisht, se s'pa mëjtë tash fol keq, po fol për kombino, po realiteti është që kemi ra në prit, jo rasisht, po qëllimisht edhe aty jemi marrën 12 nga atëherë kemi qenë me komunë Klinës. E vonë është formu komuna e Maliqeus, nga ka marrë 12 vete, nga kanë qenë në Pej, pastaj në burgën e Lipjanit, në fund në Dubrovë. 7 nga ta
ditën e pikërisht me 17 shkurt jemi liru, 7 jemi liru, një pjesë tjetër i kanë gju për nish, janë edhe më të gabuar 3 nga grupi jenë në Vrabë, aty kanë mjetën në Dobrovë. Edhe ku tash po dalë të tema aty, e ndi këto sepse për herë të parë, kur ka ardhur e di që shpeshherë me të ftuarit në studio edhe kom qajt, edhe kom kesh, edhe kom qesh, edhe qysh dush thojmë, është e pa diskutueshme, sidomos kur të kthehen këto historitë janë ma të dëmshme. Dhe ka njëherë mendojna që i te kalojna, po kur të vina te momenti e shohim që prapë është gjë që s'mund amike dhe është shumë e kuptueshme. Zoti Hyseni, momentin kur dikon e ndin të ta tregon historitë e njëjtë. Ja, që ta ndërprej, duhet të ndërprej. Po. Se merr pak zonë. Hiç s'ka problem. Kur ka ardhur për herë të parë nona, po ba, edhe djalin. Po. Ku keni qenë atëherë? Në Lipjan. Sot Adriati Kryzion është ambasador në Kanot. Edhe atë është duhet na ndjekur tash. Nëse me siguri që do na ndjek sepse emisioni është edhe në YouTube dhe për secilin nga pjesëmarrësit në cilën do histori që e kemi, edhe sheh një rrëfim që ka të bëjë me të, edhe ai me siguri e bashkëndjenja dhe krejt. A keni nonën në gjallë? Ka foli, ju nona ka vdekur dhe baba ka vdekur. Kur ka vdekur nona dhe baba? Baba ka vdekur që 6 vite, nona që 3 vite. Thot pas luftës, pas aty në Po, kanë përjetu gjitha këtu. Ushlime. Djali Adriatiku është ambasador në Kanot, edhe më kanë ndihmuar dhe gjatë luftës. Edhe i ri ka qenë, është 85 vitin i lindjes tina, edhe ka ditë mi përdor armë, ka ditë mi përdor bombet, edhe akon aktiv, edhe pse më është ka qenë shumë i ri, është i zdërvjelt edhe i zgjut. Por kur ka ardhur në burg në Lipjan, nuk më ka luftë. Që të desha me thonë. Se ke ron hall, ke ron peshë, lodhje, apo çka ka ndodhur? Ke pas plagë fytyrës, ke pas flokë, ke pas shtu, ke pas krejt qërë ditë ashtu t'jek ne. Edhe, mua i rast, se herë më para ftyruhet. Qa ishin fjallët e para të anëtarët familjes që të kam po? Qysh ishte përshëndetja, çka thanë? Qysh ishte reagimi të në? Për e të parë jemi vizituna në Lipjan, po personat që i kanë pas akt akuzë ngritur, jenë vizitu nga kryqi kush ndërkombëtar. Ndërsa ata që nuk kanë pas akt akuzë, nuk i ka vizitu kryqi kush, nuk kanë pas drejt. Por atëherë nuk u dike as numri sakt i të arrestuarve gjatë luftës, por falë shokëve të burrit të dhomave, i kanë tregu dhe emrat se na dishëm, për shembull që është kryqi kush. Por u disha që nuk kam akt akuzë. Edhe tash shoku im i burgut që ka qenë në intervistë te kryqi kush, i ka lajmëruar rastin tim gjallë është edhe i shën kryqi këtu. Unë për herë të parë nga kryqi kush jemi intervistuar në Dobrovë, natën 9-ën. Edhe ata më kanë treguar që e kemi ditë që i në Lipjan nga shokët e burgut që ki qenë dhomën ta. Prapë na e kanë ditë pak a shumë, kanë qenë përgatitur që po. Në me 17 shkurt jemi liru që e një pjesë, këtë 7 muaj kam qëndru në gjatë luftës, 7 muaj janë, po sa 7 vite janë. Shtatorë me qenë në ato situata një është bëllë. Sa veçar ishte atëre, çfarë kohë, farë moshë ishte atëre? Unë në burgin e parë kam qenë 22 vjeqar. 22? Po, edhe tash kam qenë në sa po tash 26 vite. Miri, ekstra miri. Po. 59 që jemi unë lindur, ta vite pi vjentër. Po, mandej erdhe dhe koha e luftës, e angazhimit në UÇK. Edhe gjitha këto. Përveç gjitha atyre hekave që keni pas në burgje, nuk keni hezituar dhe nuk keni refuzuar me bashku UÇK-s. Po, vitin e parë, në burgin e parë kam qenë 22 vjeqar në, kur jam burgus vitet 81, 82-ën, fond 82-ën. Me çfarë arsye? Sipas tyre? Politikisht, kam qenë. Kim pas veprat ndryshme që i kemi kry, versione, angazhime, kem qenë në grupë. Vllai Shevqeti është aratis për Shqipëri, 82-ën, në maj të vitit 82, ndërsa neve grupin tjetër nga morën, nga burgosën, për veprat ndryshme, demonstratave, shkrimi parollave, djegje, ka pas edhe
sulme guerili, tash një temë që ndoshta është e kaluar, po ju e harruar. Ja, absolut. Edhe komplet si grup jemi denu dikon, dikon të 30 vjeç. Si grup. Unë, Fetohi, Bajrami, Shefqeti, Ademi, pastaj edhe grupe tjera kanë qenë, sa atëherë është punu në treshe, në formën e tresheve. Grupi me grup ka pos bashkëpunimin, kontaktet e njohurit, po nuk jemi zgjeru në grup kur jemi denu na. Është denu vetëm një grup i ngushtë. Jo edhe me grupe tjera që kemi bashkëpunu. Nëse llogaritim këtë burgun në vitet 80 edhe tutje 98, a më tregon cilat kanë qenë tortura më të mëdha që të burgosurit i kanë përjetuar aty zoti Kryziu. Ata kanë ditë të jenë makabër, do thotë pa mos them kështu në mënyrë nga ajo që kanë bërë, nga rrëfimet që kanë pasur, do të jenë monstrum për me mujt me shkaktu tortura të tilla dhe pse ata po pyet çfarë ka ndodhur atëherë. Më mërmend e ka edhe në rast tjetër ndoshta sikur unë, po me thënë drejtën, torturën e vërtetë që kanë qenë në 99-ën më të mëdha se sa vitet 80. Por më shumë më ka dhimbt 82-shi, 3-shi, se sa që më ka dhimbt në vitet më në kohën e burgut në gjatë luftës. Arsyeja. Në burgun e parë, maltretimet, keqtrajtimet, sharjet, fyrjet i ka bën gjuhë shqipe edhe të karrej shqiptari. Fatkeqësisht, punëtor të UDB-s, ai që ka pas një detyrë, punëtori UDB-s, i ka pas, po ke pas edhe tjerë që i ka punu pa pagë, ndoshta pa një interes shumë minimale që s'pa dimë për çka arsyet, që i kim pas në dhomë burgut, edhe është paraqit i burgosën, në fakt, mi ka thuj brintë, unë e kam sot 3 brintë thyme nga personi që është paraqit i burgosën, në dhomën e burgut. Kim pas inspektor federativ në dhomën e burgut, që është paraqit i burgosën. Të më thonën, vitet të 10-ta kanë qenë maltretimet në gjuhën shqipe, dajoku në gjuhën shqipe që të kanë dhimbë më shumë se sa ky i luftës. Nuk kom prit më mirë gjatë luftës që kom e kalu. Amaja e para është pak më e dhimbshme. Po sepse është shumë e kuptueshme edhe e logjikshme që po thoni edhe vetë kanë qenë nga shqiptarët. Edhe në 98-99 e ke prit prej serbëve, prej paramilitarëve, që kanë ndodhur dhunimet gjithçka. Unë pe përcjell do të burgosën politik. Po. Shumë për tyre edhe një ashtu personalisht edhe po një dukuri që s'pe cekin është ky rasti jem, pse nuk e thot kërkush, se s'ka ndodhur ajo vetëm te unë. Ndodhën time të burgut. Po kanë qenë. Që kanë ardhen bashkëpunëtor të UDB-s që i pasur mëna. Asnjëherë na nuk kemi qenë në dhomë pa të paktën një punëtor sigurimit të UDB-s në dhomë. Ne kemi pas karatista, fill karatist ka qenë. Me letra pa letra, ka qenë muskulos që 6 vetë kështë me në dhomë. Që i kemi pas Gjemal Fetari, sot do heroi kumbit, ako Tarzan. Edhe kom pas fatin t'jem në burg me ta, Skënder Berishin, Gjafer Mulliqin, Afrim Dedin, që i përshëndes Fatmir Gajqezhin, që mjeresht a i njeri qëfar face, qëfar tipi, i shkollum, familjar, sot është i qmendër. Sot atë shoqëria nuk e ka anashkalu. Fatmir Gajqezhin, sot me qenë rojtar një depoje, një pronari, është gjëna. është marrë për shtetin. Unë e kushta për shtetin. Unë ja di vujtit, Fatmir Gajqezhit. Ja di në gjithë popull shqiptar. Po milionat gjendje është mkat. Pse, po do me thonë, pse nuk e cikin, që aje s'ka ndodhur. Edhe bashkë pjesëmarrësit e tjerë që kanë qenë në tortura, në përjetimet. Nuk du me përmend emra, s'du me cik emra, du me kursy. Sot i edhe, do shte Shqipëria i ka avancu, i ka bo doktor shkence, që i kom pas dhëmë, që është paraqit, ju që është paraqit, por është deklaru vetë është jam inspektor federativ. Ka va 3 ditë në dhëmë, ka nejtë. Edhe na ka pyet për së cilin, për çka i një denu. Na vetëm i nenin, ja të tregojshëm edhe, po ditën e fundit, a ju vetëm nenin, po na tregoj për së cilin, për çka i më denum. Falëci ka ditë, senat. Kim pas të që thashtë të karatisti.
6 vjet jemi mënu me hati shkap që nuk prej toke, mushtin. Ose s'muj me nejtën e pa ushtru. Edhe bike buksa, shkelma zënë. E ka pas privilegjen kur I dishëm 2 minuta, e këna pas shëtitje, paraditje, 2 minuta pas dite në port të burgut, me disa rëndëvile, jo rëndëvile në gjyrë që dhëtë me pas, por një esbet e me të ranu edhe burgun më tepër. Si rasti që ka qenë atë? Po. Aty ai bëj ky ushtrimi, ka pas drejtën me vrapu, ka pas drejtën me bë shtytje shtë në durë, për çdo gjë. Asnjëherë nuk im qenë pa një person në dhomë. A ka qenë shqiptare? Shqiptar. Ka emër, ka mbi emër. Po çdo s'qes emër. Për kursena? Apo për kursen vetën? Dhe historinë që ka ndodhur? Nuk është më shefësi. More një shkrim, një kusherimi, I kishë postur në Facebook, ta shkritori shoqatës të burgosit politik, e përgëzoj për shkrimin që ka po, edhe kërkon me qitën kësa raste me publiku sa ma shumë. Nuk e di sa javlena e Facebookut, për kjo furëm këtu, ma mirë është mi thonë këtu. Edhe në kom zhevësi se Esat Kolçaku, mi ka thy brit, Esat Kolçaku, jo vetëm mu, për gjithë shokën I ka maltretu, I ka bonen edhe për spital. Unë edhe ashtë fillimin e kom pasën, ka qenë, unë e Ibrahim Drejshaj, që kem pasën njëherë në mujt, vizita në qeshin spital. Kom pasë gjatë dire për vishët, ndovdën e ka pasë të thyme, gjurin e kam të thyme, këta 2 gishtejnë edhe ki pasë të vizita pak më të shpeshta. Për tjerë, ka pasë sigurone. A është personi njëjtë Esat Kolçaku, për që përmendit më herët? Përveqja, kjo është, këto që përmendit të janë medalet e sigurimit në katin e 3. Se kati 3 ka qenë I famshmi. I torturës? Po, nëse javlin, nëse do një edhe qesë edhe emrat e... Po Esat Kolçaku, është personi njëjtë që ka ushtru? I njëjti. Aja është paraqis I burgosit, ne kemi pas në dhomë atë. Po s'ka qenë realisht I burgosin, ka qenë I dërguar nga... Toni kemi ditë që është marrë me kontraband me Dohan. Po si shkoja, ka qenë qëka tjetër, ka qenë I shtyn. I shtyn, jo po me vullnet e ka bo atë punë. Po ta shenë sa ti ku jeton, që është puna e ti? Ka qenë Mitrovic. I pjesë I dole në Mitrovic, nuk e ti janë gjallë tash, se ka kalu një kuë. Atëherë ka qenë, I ka pas 50 vite po, apo ma tepër. Ka qenë me vjetër, po. A keni raportuar shto ndykon Zotë Kryziu me emra, kush ka qenë bashkëpjesëmarrës tortura krejt? Jo, një emision e kom pasën, një intervistë e kom dhonën në programin Esencë në Tiranë. I kam publiku, aty I kom në gjitha. E pa ta fjallën edhe tek institucionet sigurisë, dikush... A ju ka thirë dikush për këtë punë? Jo kur. Por për të thëmë, shpatëm me keqërave, se ndoshta kanë edhe punë tjera në shtetë formimit gjitha. Kanë nga zhime po dhe tjetër që kam I po. është një dukuri që më vjen keq që e thëmë, po është realitet. Bashkë ata edhe po avancohen. Unë kam dokument gjallë, personin gjallë që për shembull ka qenë dhëmë, sot unë shti avancohem. Ishtë një datë për kujtimuar, I kishëm të sheshi së ndërët. është e plaka për të zhduknit. Edhe për I thëmë një zyrtorit. Thërë, batë që ky, basta bashkë qaja, më zbozo, më s'folë. Pse tha më zbozo? Pse, aje ka ditë biografinë e ti, edhe unë e disha që unë e kisha pas në dhomë, edhe basta më zbozo, shuj, muë, që kujtimet nuk zhduken, ato janë, për të ndrejtë sa, unë ma shumë të regohet që ma shumë ka dhim dhe jaku vitit e 10, dhe sa 98-99. Po sot a duhet mësë me bo Zotë Kryziu për shtë raste? Jo, sa duhet me qitë. A duhet me të pytu në që thash kush është aja, po dënë mësë me diskutu punën e ti kush është? Po thoni që është në pozita është dikon? Dhe mbanë pozita po jo në për institucione, apo ku është? Tash nëse hanë karamelin që bukfalisht po paraqitën po shprehna, nëse hanë karamelin populli, mi besu fjallëve, Gjelatin Beqirit, fjallëve,
Qazim Azrekut, fjalëve të shumë të bashkëve që janë të morë në pyetje, Qazimi s'është marrë. Po nëse ai jep një deklaratë, jo ka qenë i fort, i bravo i kot, jo tjetri është në nështruese. Aty, çdo kush mundohet me arsyetu vetëm, pa ja ka dhënë shëplok, ja ka më vish një herë një shëplok. Ja thot një punëtor sigurimi aty. Po realiteti është shumë, unë di përgosin që unë vetë në gjendje më konë, ma pari kësha pa vetë në vorën, ose me këty pej trekatin tokë, se sa me ndojë gjelatet, ku të gjushin ka 4-5 vetë, me dhonë. Po. E aja, po këtë nuk e di a i dinë aty, edhe bëshë në karierë bëhë me patriota me filma, shumë filma dhe a realitetin me thonë, me folë, është mirë me folë, është mirë me publiku ato, se ka thonë një zanote e keq, ma mirë duhet me publiku për me harru. Unë tash njën të pafuqishëm me vepru më mërmenja, sepse kemi një shtetë, sa do që tash t'i brisht, e kemi për shtetin tonë. Për fush veprim e kanë atë cungume, mi për tjetër, sot e ki prapë në balë të gjokot për ta qetë që ato. Ka redaksi, ka në Prishtinë, ka shtëpi botuse, merë projekte në shtatë për shtetit. Personi që ka shtuar dhunë dhe ka maltretuar. Personi që më ka ardhë. Drejtor media, përfaqëson media, do të thotë. Përfaqëson media, drejtor media. Është, po, i ka një përfaqësit vetën, një shtyp shkruan vetën. Titullin i ka Utbash, jo doktor shkencë. A i mund të merë titull sa të donë. Ato së nja më hanë kërkush. është me letra, nështë të nashtë edhe në emision. Për zume që të emën të në. është mirë më ditë. është nështë të një përfaqësu si i licenzumë që ja ka do shteti junë. Unë e di edhe me që mirë, do me shka posë. Dhe tjetë për hera tjera nështë. Unë kom ju pyet pas emisionit për këtë punë, nuk po du më ju pyet kështu në transmetim, sepse po du më ju kursy. Por du t'ju pyes më vonë, se kush është personi për cilin ju po pretendoni. Po kam pak konsiderat, jo për personin, po për juve, sepse nuk po du me shkaktu ndonjë shqetësim tjetër në të ardhmen, por si do që tjetë, unë e premtoj shikuesve tanë që do ta marrim një informacion, por pas kamerës që të trajtojmë si tema ndej. Kjo nuk është lajm, është e të na me kolegë. Jo, shumë lajm, sepse nuk po dënohen ata që i kanë bashkëpunuar në tortura me serbët, zoti Kryeziu. Është tepër lajm kjo. Nuk po du, zoti Kryeziu, me ju bë pyetje kështu në detaje sa i përket bashkëpjesëmarrësve që janë sot në pozita, në institucione, besa dhe ato mediale si shtatë edhe ju, e që kanë bashkëpunuar në torturat që kanë qenë të urdhëruara nga vetë serbët, nga paramilitarët, nga komanderët që qunin atëherë të burgët e çka tjetër, ju pe njehni, por më trego, e di që s'ka qenë fare lehtë, edhe me siguri kur ti takoni sot, ajo bie që ti takoni sot direkt personat që kanë qenë bashkëpjesëmarrës në tortura në burgje. Kush falet e ja? Nuk falet. Po... A kishte pas dëshirë me i dënu personat të tillë me pas legjislacion linjë? Nuk ka që dënën, nuk ka... Ato duhet me përshkatu 3 herë me ngjallë, me përshkatu me ngjallë. Andi për me marrë hak, nuk u fjalla vetëm dhe unë, ose po e mbroj vetëm këtu. Pa disa shqiptari ka kalu në bes durve tyne që sot jenë, unë sot, nështë pe e thamë, nështë sot e ti për kërkoj folje dhe prej publikut. Unë jam me kancer, femnur. Edhe krejt, mu e më paracitit ato dhuna që i kom posë, për shumë gjatë krahnurit, për më ta hup vetien, do të rejeshtë krahnuri. Unë këtu e kam kancerin, e kam operu, femror është edhe absolut sot dhe më delë shpirti, ma mërmene që i kom boti që ka për edhe unë për kumbin, nuk e kam atë problem. Definitivisht, keni bo dhe po bëni shumë. Po, këtu të ky, ja me të ljuci. A i ma fort, ma paracitet, ma shqiptar, a i paracitet, se sa gjithë ata që i kanë kalu, në për kam tina, në për dur tina. Qysh nuk e di qysh, mënë. Hanat fore publi për shumë. Nëse kërkoj fore për juve, nëse ti për shumë s'ke njot, ose s'ke ndegju,
pa ata me qindra, me mija burgosën, që kanë kalu në për dur tyne, qysh munën, qysh s'moni gënjen ata, s'moni shëndazhën ata. Dalë pak të pjesa e jo që po du me anashkalu për jetimin të atja, diskutohet aja punë, por nuk po du me mbet mangu historia e angazhimit në luftën e Ushtrisë Qeverimtare të Kosovës së të Kreziu. Qysh ndodhe që o bende të shkojt dhe kush ju ndihmoi ose qysh shkuat deri në shtabet e UÇK-s? Të drejtën kjo për vitet të 10 asë njerë që është nëllë aktiviteti jem. Ju vetëm jemi për edhe familjes, kusherive, shokve edhe në për trevat ndryshme. Për vitet të 90, pas demonstratave aty në jetime, për kalu me vitet 90 atë një. Për herët por, më morën me këtë punë, që nuk ka qenë zyrtare as të formim të ushtrisë, por si armatim për vetë mbrojtje, për mbrojtje të familjes, për mbrojtje të fshatit. Veç atëherë kanë pas fillu, në monën ato shëndijat e para, kam, që nuk është më shefësi, me haki ka boshin edhe 2 bashkëvendas tyre të korishës, që kanë arë për herët por, kanë kërku, atëherë njëna në qyshin si drenicë, edhe tash lipshin armatim për mbrojtje të fshatit. Edhe kemi shku i kam siguru edhe të armë, të tjetë një temë, po aty piknisë që ka qenë aty. Dhe vazhdimisht, në për takimet fsheta që kemi bo, nivel fshati, nivel komunal, kemi pas detyra, një nda detyra. Tash më thëmë drejten, pas dalis nga burje, unë i kam pas 100 defekte. Sot e kam që të gjumë, del, kjo se marrë kur gjumë. Kjo është i këputën dhe ligamentet. Nga qazim mas drejko e kam të bakshisht. Nga burje po, vitet e 10. Edhe më shumë kam punu në logjistikë, ndihmë të shtabit fshatit Bubavec, me grumëllim të parëve, njëtëve, me grumëllim të armatimit, që i ka pas sukses aja, vlenë të kësuat vetëm në fillim të luftës, të grumëllimi i rinis për hapin e istikameve, dëshmorën sa të kemë Hazir Kryzjev, vetëm aq që i ka qitë 10.000 marë ka atere, e pjestar tjetë fshatit më që u dushën për vlerën e armatimit. Edhe vazhdimisht kam qenë i kyqën mënën kryesisht në logjistikë. Roje, me thonën krejt roje, o fjala i rregullt, ushtar, shumë pak kam. Me gjithat angazhimi edhe kontributit është i padiskutueshëm. Absolut nuk është nalë kur. Her pas herë kam pas 100 herë, unë i kam pa plumba të i marë drejt 2 minutë që jenë zëqë të kuqë, të autoblindës, në mëngjesin e herës në Hagim. Krishmet ishin shumë lartë, por plumbat e kur vishin të autoblindës, një vene i qujshëm të Zabeli Shaqirit. Pëli, so erë kam shku ose jem këthy në mëngjes, në mëngjes, unë dalë pisha kafe të një kushëri, arsim kryuziv për përshëndes. Tash, që të nashtë i kujtuat, tëtë një do kujtime që nuk harrohen, edhe tani burgi ndodhi kjo, ka qitë pak prej binarëv të asaj të ushtrisë. Tash me thot dikon ja ndashtë 15 kg, s'kom pas ma tepër, kur jem liru për i burgët. Jo vetëm unë, po dhe shok tjerë. Po me gjithat i fort, ke vazhdu i fort, plus ke vazhdu, ke dalë për i burgut, ke shku në UÇK, duke mos besuar që keme shpëtu, apo jo, sepse unë menoj që çdo kontribut, angazhim në luftë, nuk t'lan me mendu që keme shpëtu. Nuk besoj që shkon dikush me luftu dhe me mendu me u kthy. Unë nga njerë kështu, kur më pyesin dikush, ma të shpjegon ngjarjen, të me përmend një rast, një kolegu tim, kusheri. Para 2 ditë ka pas përjeturin që ka vdekë që në vitë, mësuesi Milazim. Thët, ai ka qenë ndash poet, ndash mësus, ndash prind, ndash edukator gjitha. Edhe më thët, ulli qëtë. Ka qenë i uberum në fytë. Thët, ki më shpjegu, ki më të regu, tha, vujtjet edhe jetën burg. Pa që zimë, thasho, ka kalu e adem, jo. Edhe unë të ashtë qetë, si kur në mi qetë gjuj. Pi të regoj në gjohet, vol. Po, pa ku habet shonë, jo gjë herë e kam këqyrë në sy. Normal. Për një moment, sa lëtë vati shkojnë gurë, deri të mira. Edhe që boba të zimë, edhe më s'më keme full.
Iq ma bëj kemi dorë, hajt, vazhdo. Tash ja, mo, iq. S'mëj kemi, poshtë, më përbiki, vazhdoj e temen. Tash ju. Shpesher në to tema kur him me ndaj janë, se radhe se kam fort. Thot, po ty qile pirë, to qatë ka pasën metadin, ty sot me dik, ty paske, po, adin. Edhe për tëmë, pas, shpëtëm vetëm vujje ime, po, gjithë publisht shpëtare ka vujt. Na si familje, për tëmë, jem 4 generatat burgosën, 4 gjyshit. Stërgjyshi, 4 gjyshi, babgjyshi, baba, une, vlau, vlazën përgjithsi, djemë të hoqës, si familje kem pas, na ka përqet fote që ashtu. Po tash ku jetoni, zëtë Kërziu? Tash ju, ja jetoni në komunë Malishevës? Komunë Malishevës, sot në fratin u Bavec, kam qenë mësimdhënës. Nashtë ja vlinë edhe këto, e thonë si ide, unë kam qenë student kur jam burgos, vitet 82-ën. Edhe kam pas edhe 4-5 provime para diplomimit shkollës lartë pedagogjike, aty jam marrë një burgos atëre, edhe nuk kam pas drejt vazhdimi ma. Në kohën e sistemit Jugosllavisë. Për shkak të sistemit që ka qenë. Për shkak burgosjes ime. Ma ka ndalu me vazhdu. Edhe deri në formimin e sistemit paralel në Shqip, me 1992, kam fillu për herë të parë me dha mësim në fshatin tim. Po sa vite ju ra që të angazhohet në arsim? 32 vite. Tash 32 vite kam punu në arsim. Tash jeni në pension? Tash në 8 orë kam dalë në pension. Apo të mungon angazhimi me nxënësat, me gjithë atë ligjërimin, orët? Jo, shumë s'po mungoj se pa shkëpi vizitoj shpesh. Bilet ki obligime, kështë të orëve me vjatë? Une e kem pas si zakon aty, si zanotët me ndrimi pas ditës, se me 2 ndrimi për në shkolla, pushimin e gjatë kemi pas kafe çdo herë. Kemi kafe diçka me sa me... Edhe tash nuk e shtrojnë sofër pa mftu, kolegët, që i përshëndes. Shumë mirë, zëtë Kërziu, tash jeni të marrë me një punë tepër ndihshme, me shoqatën kujtesa, cila është puna më e vështirë realisht për më ardhë deri te identifikimi i pagjeturve, mandej trajtimi i dhimbjeve, antarësimi, e mos flas për gjendjen e financave që jam shumë e sigurt që shpeshherë po funksionon në mënyra vetanake apo jo. Shoqatat zakonisht krijohen me fonde zero dhe vazhdojnë në mënyrë vullnetare, humanitare. Nuk e di nëse kaq shumë vite që keni bërë angazhimin në këtë punë, unë e di që po mos ta kishit pas vullnetin sa i përket gjendjes financiare dhe të ardhurave, ato me siguri që s'kishit punu fare. Me thot drejtën e fillimisht kur kam fillu, gjendjen ekonomike pothuajse gjithë e kanë pas njësoj. Periudha luftës i rënoi gjitha që ka qenë e arritur, po e pata vendosën edhe nëse fikëm mbas korritëm. Të vazhdoj të kontribuoj diçka, të bëj diçka për këtu familje, edhe ma mërmendja që ja kam arrit qëllimit, edhe nuk i bi pishman asnjëherë, edhe ndihem krenar. Fal asaj pune që ja kam bo me vite, rezultat sot për 60% janë identifiku atyre trupave që kanë qenë zhdukur, fal punës angazhimeve tonë, jo vetëm timen, se ne jemi 24 shoqata në Kosovë që mirët me këtë problematik, kemi një këshill koordinues, gjitha shoqata bashkë, edhe çdo aktivitet, çdo punë kemi bërë për bashkët. Po. Asë njerë nuk është të zbe punë aktiviteti edhe shoqata të tjera. Po flas për Malishevën, ja kam arrit atë qëllim, sepse po çka mundon, shtëpia më ka bo zyre, kirën më ka bo zyre, materialet që i kam, familjet që i kam persona zhdukur, sot me thos, kam materialet që më ka demolu zyre, kam pas 15 vite zyren. Tani që 10 vite thuj nuk e kam. Po na kanë premtu, bili dje kishëm një takim me kryetarin e Kuvendit Komunal, që se shpejt do bëhem edhe aty me zyre. Zyre nuk është për me shku me nejt, me ullë aty, po me ditë familjari ku më drejtu, për një problematik, për një shqetësim, për çka ka. Po normal, është hapësirë që kishëm nevojshme. Komuna Malishevës ka dhënë shumë. Kemi 405 persona që janë të vrarë. Prej tyre një 76 dëshmorë. Zhdukur i kemi tash edhe 38 kanë vetë, pa gjithër. 59 janë nën moshën, 18 vjeç. 59 fëmijë janë, që janë të vrarë edhe zhdukun që i kemi.
Qa më të thonë, të uroj me pas sukses të mirë, shëndet të mirë, rrath të mirë dhe punë të kështu bashkëpunëtor të mirë në mënyrë që mi shku deri në fund gjithë identifikimit të personave të humbur. Zotë Hyseni, po une, kur e përmendet me arët çështjen e sëmundjes malinje, me tanë këto tortura që ke te kalu në burgje, në luftë, gjitha këto, edhe këtë sëmundje se vren që është. Kështu që njerëzit e fortë veç sfidohen me probleme më të mëdha. Unë veç uroj që me pas shëndetin e mirë edhe kështu ti shkosh deri në fund këtij projektit me të pagjeturit, që është punë shumë e madhe. Shumë faleminderit për juve. Unë këto shkencë më thonë, mjekësia po më thotë. Unë vullnetin asnjëherë as e kam zbe, as nuk do të ndalem, deri sa ka thonë Zoti ti më thade, kur i bëj men gjitha ato vujtjet që kam pas, jam në rregull. Po jo vetëm një po vujtja familjare. Vjen tek këso atë një rast, ndoshta për pak si lokalizëm të fa punin. Se komunikimi i burgut. To ma kanë thënë shumë edhe kështu ne atë për pse s'ke publiku këto. Qysh ke komuniku për shembull me jashtë. Ndoshta është dash pak më herë me për me këto, po. S'ka. Shoqja Elvia Kryzjov e ka në kifli letrën. E ka fut, ma ka fut burg. Edhe gjatë mos më karo hiç se po i karo shokut. Gjatë kafshimit kifles i ka me letra në gojë. Thotë që kemë për ty. Çfarë shkruante në atë letër? Në atë letër ty më dha koraja pelama tim. Emocionet janë të pashmangshme, pelojmë këtë temë, pelojmë kiflen me u kujtu që ashtë me letrën brenda, po besoj që ka pas fjalë shumë mira dije, fjalë inkurajuese. Fjalë mira, fjalë në vullnetit, absolut. Faleminderit shumë të Kryzjov. Me këtë kiflen edhe letrën brenda kifles, edhe kujtimin që so herë kujton me siguri që ta rrotullon barku, mos them kështu. Asnjëherë mos më harru kujtimet e nonës që ka ardhur bora deri në vonë në Lipjan, e pështjellur me sargjithe i nona, sa isha miz vet. E durt për thësh, e acari madh me babën Ramadan, ato janë pa përshkruar se këna ndashta janë shkalova si u dosh pas parë nonën. Nona ka jek shumë. Nuk e ke harru kërkon, nga ajo që na that më herët, nuk e keni harruar asgjë. Unë jam shumë e privilegjuar që sot e kam pas një histori nga e kaluara juaj me shumë detaje interesante, të cilat jo interesante, po janë sfiduese edhe detaje të cilat ju kanë bërë me mbjetu, zotë Kryzjov. Çfarë më thon, faleminderit shumë. Edhe që kena shku për te të zakonshmës edhe intervistave të cilat ditore duhet t'i japni saj përket shoqatës, po sot keni dalë jashtë krejt kësaj edhe na keni treguar detaje tepër dëmshme. Faleminderit shumë. Edhe për ftesën ndihemi privilegjuar që jam në emisionin juaj, edhe pa të them drejtën këso ngjarje është mirë edhe më shpeshtuar misionet më të shpeshta. Jo jeni mësuar çdo herë kur keni më thonë diçka në studion time. Pse pas mi evoku këto problematike, se po shuhet historia në një farë forme, a më thot një pëmbylli, pse se kile emrot e ka bo një libër letrën nga burgu. Ka qenë ish kryeministri. Po. Të shumë hup ka një herë se memoria. Bajram Kosumi kjo. Po. Bajram Kosumi, po. Po. Pse se ke qiten me publiku aty këtë letën, thash. Që pe kanë ngjarje më transishme të tjera që do të publikohen ato. Megjithatë, kënaqësi ishte edhe imja. Faleminderit shumë. Përshëndetje edhe juve, gjithë televizionistë ju ja përshëndes. Edhe punëmore suksese. Edhe juve. Shpresoj që këtu emisionet bëhen edhe në terren. Patjetër. Dhe jeni mësuar çka do që keni soi për këtë punës, angazhimit tuaj me arte në studio, edhe kemi të hapur sa herë që ki nevojë dhe don me po faq detaje, informacione për shikuesit tonë. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë dhe juve. Shikues të dashur, Siguraxhin Hysan e shumë të tjerë që kemi në përtet tregimit, do t'ju ftojmë edhe persona të tjerë në emisionet të radhës të tjera, kështu edhe të kënaqemi edhe të bashkë ndjejmë, por edhe të mërzitemi bashkë, të çojmë, të qeshim bashkë, sepse në fund të fundit, kjo është qëllimi, që për te tregimit të dalë, për te ditëve të zakonshme, t'i kthehet historisë, t'i kthehet kujtimeve, e bashkarisht t'i kujtojmë, t'i te kalojmë duke qenë të fortë, kështu sikur
zoti Kryeziu e të tjerët që kanë pasur përballë. Emisionin e sonte do të mund ta ndiqni edhe në YouTube kanalin e të Varëbrisë, në portalin të Varëbria dhe po ashtu në Facebook. Mirëmbëjtshit dhe do të shihemi javën që vjen. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.